Nuk kanë faj kur ikin, jo. Fajin e kanë ata që i marrin dhe i promovojnë në kryesi dhe kupolën drejtuese të PD-s, pa merit, pa kontribute dhe pa i njohur fare demokratët, duke shkelur me këmbë kontributin e mirave demokratëve për këta bastardë dhe lavire politike që bredhin prerë më prerë. Nuk janë renegat o flamur, por janë rilindas. Renegatë qelbanik janë ata që i kanë sjell aty, duke shtyrë me shkelma mira të tjerë në çdo cep të Shqipërisë. Si ka mundësi që vetëm PD-si dalin kaq shumë renegat në 35 vite? I gjithë kopi doli renegat dhe shkuan të gjithë te gopi. Në shtator 2021 dolën renegat të gjithë liderët e sotëm të grupit parlamentar dhe shumica dërmuese e kryesisë. Ndër vite renegatët sezonal u janë paraqitur demokratëve si asete të çmuara dhe plot vlera e qytetari, duke i sjell nga ana e anës e nga gopi sëmës në pushtet dhe parti. E pastaj u thuhet demokratëve se na dolën renegat. Kur dëgjova se çfarë meritash ju dhanë, para pak ditësh kandidati të Lapa i Shehut për Bashkinë e Tiranës, nga zoti Berisha u shtanga, sepse fjalë të tilla shumë rralli kam dëgjuar nga goja e Berishës për të ndjerët Azem Ajdari dhe Arben Broci, por pas vdekjes. Dhe thash me vete, sa me fate plot magji që qen ka zoti Binaj. Prandaj mos na hapni barkun me deklarata boshe pas pilafit. Lërini renegatët, por mos urreni dhe mos shtyni me këmbë demokratët.